Përshëndetje, mirë se erdhët edhe sonte në ekranin e Radio-Televizionit Publik Shqiptar. Mirë se erdhët në ekranin e Radio-Televizionit të Korçës. Jam e lumtur që në këtë puntat të bëj një mik tjetër Vargu, i cili di ta lëmoj mirë Vargun, edhe unë të them me gojën plot që ai është një artist i vërtet, me muzikalitetin e Vargut, me muzikalitetin e fjalës, ai të bën për vete. Mua më vjen keq në fakt që nuk kam mundur ta njoh më parë poezinë e tij, lirikën e tij. Dhe kam lexuar gjatë këtyre ditëve vlerësimet që shumë poet, shkrimtar kanë bërë për këtë poet, që në fakt dhe nuk e dija, tani e kam mësuar që vjen edhe nga zona e Korçës. Do të flasim gjëre gjatë, është hera e parë që ai vjen në një intervistë të tillë të gjatë në ekranin ton, por ajo të cilën unë dua ta veçoj në gjitha vlerësimet që kanë bërë poetët dhe shkrimtarët, është një që për mua i përmbledh të gjitha. Vahid Hyzoti, që është një poet, gazetar dhe një kritik letrar që ka përzier kufit e Shqipërisë, në vjetra fjalë për këtë poet ka thënë: edhe nëse ai nuk e shkruan emrin kur boton një poezi, unë e njoh shumë mirë që është vargu i poetit Riza Braholli. Dhe për mua është kënaqësi që ta kem të ftuar sonte në një rrëfim për poezinë, për dashurinë e tij të madhe, për vargun e bukur që ai di të thurë. Riza Braholli Mborja. Riza, mirë se erdhe. Faleminderit. Është kënaqësi që tani përveç se me poezinë të njoh edhe nga afër. Ju falenderoj dhe gjej momentin që të ndihem edhe unë si në shtëpinë time, sepse duke qenë një djalë Korçë, nga Mborja, duke qenë një djalë që ka mbaruar gjimnazin këtu në Korçë, në Raqilin Xhiu, është një kënaqësi e dyfisht për mua që jam këtu sonte. Cila është muze që e frymëzon një poet lirik si Rizai? Këta e kam të thjeshtë ta them, sepse më kanë pyetur shumë herë. Pare punës është dashuria, po si koncept hyjnor, jo si koncept vetëm erotik. Dashuria është e shumanshme. Dashuria për vendlindjen, dashuria për prindrit, familjen, motrën, vllajën, dashuria për atë që na ka pikuar syrin në fillim kur ne kemi ndjerë erosin, që pastaj ajo të ndjek gjithë jetën, sidomos kur nuk e ke një dashuri të pakonsumuar. Dashuria për natyrën, dashuria për jetën, dashuria për të mirën, për të bukurën, për thelbi është dashuria për të bukurën. Dhe aty, si thua, vinë të gjitha, futen në atë pemën e saj, futen të gjitha kokrat e frutat e jetës. Kur unë kam lexuar këto lirika, të paktën janë shumë, sepse do t'i përmendim vëllimet me poezi të Rizait e pastaj natyrisht ka guxuar edhe në prozë. Menjëherë sapo kam përfunduar leximin e tyre, po edhe gjatë rikthimit, më kujtonin lirikën popullore. Më kujtonin vargje që vinin nga populli, sidomos lirika e dashurisë. Unë vi nga fshati. Mborja është dhe fshat dhe qytet, ka qenë përpara qytet, është bërë fshat, tani po bëhet qytet prapë se është ngjitur me qytetin. Por e çfarë nuk gjen tek Mborja? Tek Mborja gjen ato një numër të konsiderueshëm burimesh që të kujtojnë pak a shumë, nëse rikthehesh pas në kohë, vend takimin mes një djali dhe një vajze, aty ku lindnin shkëndijat e para të dashurisë. Mborja ka natyrë shumë të bukur. Shtëpia ime, aty ku është shtëpia ime, mbi shtëpinë time është fillon mali dhe është i veshur me ara dhe me pemë të ndryshme dhe krijon një gjendje shumë të bukur shpirtërore. Kjo është pjesa që është e pandjeshme kur njeriu jeton. Por kur ikën e merr me vete këtë dhe të marrurit me vete pastaj të ngacmon për të kujtuar
pafundësisht detaje, imtësira, vëzhgime që kanë mbetur në qenin tënde. Por në mborjen time, si në gjitha fshatrat e Shqipërisë, në gjitha zonat e Shqipërisë, si në gjitha qytetet e Shqipërisë, këndohet. Unë kam pasur në familjen, në mjedisin, familjarët, fisit, në për dasmat, në për to, kur këndojsh edhe kërcesh shumë bukur. Dhe disa nga to vargje, ose disa nga to ritme, janë bërë të mija dashur pa dashur unë. Përveç pastaj kur unë u kultivova, lexova, ndoqa këshillat e poetëve të tjerë, po përmend Tudori Qirazin, po përmend Koçi Petritin, që Koçin kam pasur mik dhe profesor, dhe ruaj admirim të madh për poetin tonë. Dhe këshilla që më dhanë ishte ti je lirik, më thënë mua, shikon mos ju ndaj frymës. Në fakt, unë të doja t'i ndajsha frymës, nuk i ndajsha do, sepse ajo jetonte me mua. Unë kam vargje për Marien, e the Marie, po e ka pas emër tjetër në kur më zbrisja shkallët, ke qenë Kembës e tjera. Këto e kam përbysur në fjale, në vargje, por kjo është, si thuash, nga ato që janë të ngjashme, që janë të ngjashme me poezinë popullore. Por unë jam përpjekur, po, në base e talenti, është pjesë talentit ajo, që fryma të vije e vetëvetësishme brenda, tjetë si fryme, jo tjetë si një kopje, si një, apo imitim. Si një imitim, ripërsëritje e atyre vargjeve. Jo, do tjetë fryma. Dhe çfarë më shumë se dashurin ka fryma e këngës popullore? Ose çfarë më të bukur ka se sa aq? Largimi nga vendlindja, ashtu sikur se e thatë, ju ka bërë që të merrni me vete shumë çka. Çfarë shihni ju nga dritarja e mallit, atë që nuk mund ta shohësh nga një dritare e zakonshme? Unë po thuaj se, sepse natyrisht që kam edhe kam të përsiatjes të vetvetes që janë poezi selësisht psikologjike e tjera. Por ato poezi, shumicën e poezive, unë kam një riardhje në vendlindje. Dhe s'është vetëm dritarja e mallit, por është edhe një lloj reflektimi im, i vetvetes, i jetës, në raport me vendlindje, në raport me jetën, në raport me Korçën, në raport me realitetet e sotme, me realitetet e vështira. Unë kam dhe përthyrje që s'janë lirikat të kësaj natyre të ëmbëlsisë, kam lirikat që reken të ndjejnë ato rrokullimat e lumit të brendshëm psiqik të njeriut. Pra ato poezi që janë reflektive në raport me jetën, me vështirësinë e jetës. Dhe besoj ja kam arritur. Pra malli pa dyshim që është një nga elementet që nuk ka poet, që nuk e trazon. Ne kemi Lazgushin tanë që mallin e ka dashuri, e ka mall, e ka disa nocione. Edhe unë nuk mund t'i shmangem. Jo që për të kopjuar Lazgushin, por është njeriu i ndërtuar në mënyrë të tillë që malli i bëhet dhe dashuri, i bëhet dhe nostalgji, i bëhet dhe kujtesi, i bëhet gjithçka. Unë ika dhe dashuria për nënën më sillte ke nëna. Pastaj më sillte këtu ke Qezma, që unë e kam aq shumë brenda në poezi, ke Porta, të gjitha këto elemente. Unë kam një cikël në një libër poetik që është pasi nga më të mirë prekja e dritës, që për fat nuk e kam këtu, në të cilin kam 12 poezi, një cikël të tërë që fillon me një varg, Kanatet e Portës këndej dhe andej. Dhe pastaj këto kanatet mua më hapin hapësira pafund, si që kam ndjerë unë duke përfituar shtëpinë time dhe këndvështrimin në cilin unë e kam vendosur. Pra ju është një kënd që unë vendos syrin tim poetik dhe
gjej pastaj në bazë detajeve dhe ideve që kam pasur që më vinë, kam ndërtuar një cikël të tërë. Dhe është cikli, ata që më njohin dhe që e kanë lexuar librin me shumë kujdes, më thonë që është gjë më e bukur që e bërë nga libra, në atë libër por dhe në librat e tjerë. Nga vëllimi i Lirika Mëkati e Rizait, unë kam shkëputur disa poezi, në fakt të gjitha janë shumë të bukura, po njërën të cilën e kam lexuar me shumë admirim dhe jam rikthyer, do doja ta ndaja edhe me publikun. Kam pritur. Sa kam pritur xhamin të trokiste natën vonë. Mos vije me erën dhe losje degzave e gjetheve të mollës. Prisja me durimin e pagoj. Kam pritur. Sa kam pritur mbi kaldrëm t'i dëgjoja trak e trak në lanet. Heshtja e kaldrëmit sa më dhemp. Heshtja. Kjo heshtje si s'më çmend. Kam pritur. Sa kam pritur. Shiu të bariste netve mbi bar. Erdhi, thosha, zemra më lajthitej. Nata hapte hone, bëhej var. Kam pritur. Sa kam pritur zërin tënd, të më thoshte dikur, ja erdha. Syt mbetën bërthyer për mbi port, natë e ditë më hanin me dhëm me nteshat. Kam pritur, sa kam pritur, bora të kërciste netëve me hën. Hëna haj, hëna prap rritej, në përbor brithja, si i lën. Kam pritur. Sa kam pritur. Sa do pres. Në çkën të botës të ka vërvitur ky fat i keq, ky fat si dreq. Tek unë ka mbetur kjo pe me hidhur me lot vaditur. As mund ta ha, as mund ta pres. Faleminderit. Kjo poezi është poezi e librit të parë, Qaj Shqip. Edhe unë e kam botuar relativisht në moshë të vonë në librin, sepse doja që kur të dilja të ballafaqohesha me lexuesin të isha në nivele të mira. Mos dilja që të thoshin nesme që mirë dhe ka perspektivë, do ketë zërin e tij e tjera, po dhe besoj që ja kam dalë që të godasë me librin e parë. Dimri është një stinë e cila është pjesë e poezive të tua. Sa zbutet dimri në lirikat e dashurisë të Rizait? Shumë, sepse Debora për mua është ngjyrë, por është edhe zë, është tingull. Dhe Debora është një mjet që mbulon ca gjëra të fsheta. Ne të gjithë kemi një Deborën tonë, pak a shumë me duket e ftohtë sipërfaqe dhe brenda aty ruan ca element. Unë të tillë kështu e kam konsideruar edhe në poezi Deborën. Ajo është Deborë malli, është Deborë dhimbje, është Deborë dashurie, shpeshherë bëhet flok bore që shpeshherë më kujton bie borë në mborjen time, them unë. Gjithmonë më çon këtu, ose është një poezi me varg të lirë, më them më çoni ke bora. Më çoni ke bora. Dhe aty shpalos gjitha të dritë që ajo ka lënë ke unë. Ju kur erdha më thatë që ju jeni mësuar me borën. Edhe ka haruar. Nuk e kam haruar. Bora është brenda meje, është kudo gjendur në vargjet e mia. Sepse unë, kur isha i vogël, mbaj mend nga shtëpia nga dritarja, baca kopshti përpara, me ato coprat e borës që binin, dhe mbaj mend që një herë gushkuqet që fluturonin nëpër Debor, më erdhën dhe 2-3 gushkuqe, se ka qenë dera hapur e korridorit, kanë hyrë në korridor dhe kanë ngordhur atje në duart e mia. Dhe unë ke libri i ri, i fundit, e jap librin me të tillë, që unë sjell detajin e gushkuqit që vdes ka Debora. Sepse ai gënjehet nga e ngrota e reme dhe vjen ai plas zemra në atë. Dhe pastaj këta e kam reflektuar ke realiteti i njerëzor, ke një mesazh që është universal, që ne shpeshherë na afrojnë
ngrohtësi dhe dashuri të gënjeshtër të reme. Dhe e kam përthyer pikërisht me detajin e Gushkuqit. Mund të ketë 50 vjet kjo, edhe më shumë se sa 50 vjet, historia e Gushkuqit që unë kam parë, po ja ka shmbetur kjo unë dhe unë e kam kthyer në... E ndave dhe me lezuesin. Dhe them që është nga poezitë e mia më të bukur edhe të këtij vëllimit që unë sapo e botova këtë javë që shkoi. Teksa shfleton poezitë e tua Riza, natyrisht që të bie në sy edhe struktura, të cilën ti zgjedh për ta ndërtuar poezinë. Aty gjen dhe tercinën, gjen dhe katrenën, gjen sidomos vargun e lirë, po pavarësisht llojit të strofës që zgjedh, aty rima nuk humbet. Dhe në disa poezi dukshëm është rima e kryqëzuar, që natyrisht i jep atë muzikalitetin që një lexues i çfarëdo lloj moshe, po edhe niveli arsimor që të jetë, e shijon poezinë, e do. Është një zgjedhje që e bën e rastësishme, ashtu sikurse vjen për momentin, apo e mendon një herë? Ja, nuk e mendoj dot asnjëherë përpara. Poezia nuk të lejon të bësh planet e tjera. Ja, nuk më bësh. E para po më vjen vargu parë. Domethënë, unë kam një detaj që më sillet kokë, që më zgjen, që më vërtit, që më si një gjë e bukur, si një gjë do ta kapësh, diçka melodike, diçka me ngjyra, diçka e tillë të vjen në fillim. Dhe të jetë vargun e parë. Vargu i parë, kadenca e vargut të parë, të detyron dhe të, si thua, të planifikon gjithë strukturën e poezisë. Ti shpeshherë thua do ta bëj me 4 vargje, 4 ose me 4 vargje. Mirë po, vjen momenti që ti kur thën 4 vargjet e para të ka mbetur diçka pa thënë. Dhe i fut atë vargun e 5 që e çliron pasaj strofën. Dhe kjo nuk vjen se dua ta bëj unë 5 vargsh. Mua më vjen kjo. Dhe unë poezitë më mbrapa, se në poezitë e para janë të tilla, janë 4 vargje. Në poezitë më pasme, unë i kam 5 vargje dhe janë me një strukturë më të vështirë për të, dhe janë pak poetë që e bëjnë. Që e lëvrojnë këtë. Që e lëvrojnë në këtë mënyrë. E ka lëvruar Lazgushi, e ka lëvruar Mieda, e ka lëvruar. Edhe në periudhën e romantizmit edhe të simbolizmit, është trajtuar në botë me këtë 5 vargshin, 6 vargshi, 7 vargshi dhe me shumë sukses. Por edhe unë them se ja kam arritur, por e kam ndërtuar 6 vargsh sepse shumë ka ardhur. E kam ndërtuar 5 vargsh sepse ma ka kërkuar shpirti, si thonë, edhe atë vargun e fundit, sepse nga një hera i beth si prelut, i se cilës ide që ke ti në vargun në strofën e parë, të dytë, të tretë. Dhe gjitha strofët ajo bet një, si thuash, një përbyllës ides që ke në strofë. Dhe e gjitha ndikon pasaj në tërsinë unike të poezisë. Sepse poeti mirë, po s'pati unicitetin në poezi, pasaj s'quhet më poet i mirë, sepse poet që ben ka sa duash. Por në fakt edhe për ime që më pyete. Unë kam dëgjuar Petraq Kolevicën, kur i thoshte një miku tim, i thoshte, sepse kishte bërë strofën me rim, por nuk i kishte rim, e kishte asonancë. Ju e dini, e njihni që është asonancë, konsonanca e... Dhe duke bërë asonancë, na i mblodhi burë, se ke sjellë rim të plot. Da më thënë, këta mjeshtrat, Petraqi, kur them Petraqi, pastaj Lazgushi. Këta rinin edhe me muaj, ose me ditë, thera, javë, gjerë sa i gjenin fjallën e duhur. Dhe unë ngërmoj në gjuhën e popullit, unë ngërmoj në fjallorët, unë kur shkruaj poezi, kur më duhet, unë kam fjallorin aty, sepse duhet gjetur. Kam dhe kujtes fjallorin e grave të mborjes, të nenave të mborjes, që kam pas atë të skërishtë në embël ashtu që e lëshonin fjallën më shumë frymë se sa fjallë. Dhe shumë ere kam sjell atë dhe e kam bërë që dhe më lexuesit më kam pëlqyer kur i gjetur kaq bukur këtë. Sepse pikërisht ja për çdo lexuesi dhe
Kujton, kam pasur një shqipe që më shumë ishte në tekst se sa tekst. Dhe kur ti e merr dhe fut në art, kur e fut në poezi, ajo bëhet vlerë. Po të them një fjalë që se ka fjalori. Mo e fillur, thoshte ajo, i thoshte e shoqës. Mo e fillur do të thotë nuk se je e vetme, po je e fillur dhe je i gjorë dhe të ka vdekur dikush që ti ke mbetur e fillur. Nuk e ka fjalori. Dikur me profesor Valter me Misha vizitoja, mi silta ca nga këto që ke nxjerrta, ti fut në fjalor. Dhe kështu është gjuha e popullit. Ndryshe pastaj bëhet gjuhë formale, gjuhë e ngurtë, për spati këtë lengun që është... Gjuhë me korniza pastaj. Me korniza. Nësa këtu gjuha shket pastaj në fjalën e popullit. Dhe arti e do gjuhën e folur, nuk do gjuhën e shkruar. Dhe kjo gjuhë e popullit është njësoj si diçka që fryn, ti duhet ta kapësh edhe ta mbash fort, pastaj në mënyrë që ajo të bëhet e jotja. Duhet jetë edhe qenie e tillë që, si thuash, duhet jetë një shtëpi me porta të hapura, që ty erërat lirshëm. Kështu duhet jetë qenie jote, duhet të pranosh gjithçka që të ashtuja. Kjo është, përse kjo është ka të bëjë me dashurinë që ke për artin, që ke për poezinë, duhet jetosh me poezinë. Dhe po jetove me te pastaj e përthith gjithçka që ti ndjen që shikon përpara që ke para vetes. Ti jetosh edhe ta kthesh fjalën në art pastaj. Po ajo që kam vënë përveç muzikalitetit që ka vargu që e thash edhe përpara se sa të fillonim në fakt intervistën me Rizain, më kujton lirikat e Lazgushit Madh. Lazgushi që pa diskutim gjente prehje mes liqerit të tij dhe malit të thatë, edhe zgjedhjen që ke bërë për të shkruar të njëjtën poezi në 2 varianta. Edhe këtu më kujton sërish Lazgushin. Nuk kam edhe në 4-5 variante, pse kam futur për libra sepse kam zgjedhur më të mirën. Po kjo tregon kur nuk është ajo arsye që thatë pak më parë. Që ti do të dalë me mirë, edhe bën variant, sepse e ke lëndën atje. Por asnjërin nuk e eliminon. Të gjitha janë pranueshme. Jo, i mbaj unë. I mbaj sepse janë secila në mënyrën e vetes e bukur. Po, edhe unë dua të ndaj me publikun, natyrisht edhe për shkak të kohës nuk do ta lexoj të gjithën, por varianti i parë i poezisë O moj kishës. O moj kisha tje pas lumit, mi trego hallet e gjumit. Ti rëfeu as ti rëfeu. Ishte natë shëndreu. Si ajo e nuk ka tjetër. Hëna ar e zjarë në shtretër. Varianti e dytë. O moj kishës anës lumit, po të falem si kur dje, veç të lutem. Më rëfe, bë më be, bë më rufe, as më thua, syt a kurmin, mos ja hase, mos ja pe. Dhe, sigurisht, kush do të shijoj, pastaj mund të shijoj. Secila ka drejtimin e vetë. Do më thënë, mua më duke se kur që thënë një gjatë, bukur këtu, por më kishë mbetur një gjë pa thënë ndryshe, po në atë kishë. E bet fjalë për kishën e Ristozit. Po, e kuptova. Korçarët të gjithë e njohin. Jo vetëm Korçarët, jo vetëm. Po, e një gjithë Shqipëria dhe madje, më thoshte një ditë Natasha Lako që Riza tha, për atë kishën tuaj, tha janë shkruar, tha, edhe për pikturët e saj, tha, a fresket e saj, është shkruar në revistat e Francës që në vitet 1800, dhe më thënë, shumë herët, kur së njështë e Shqipëria, si... Jo vetëm, mborja ka ende gjëra për të zbuluar, si që mund të përmendim Kalan e mborjes për cilën flitet pak. Flitet pak, duhet jetë ende në vëmendje. Në poezitë e tua, Riza, gjen antitezat fuqishme, përplaset, dashuria, urrejtja. Pastaj ti ndalon diku, kërkon të pish një gotë verë. Pastaj krejt papritur gjen një varg ku kërkon ndoshta të urrej. Po ndonjëherë po. Pse? Shko, njeriu ka nevojë, është një qenie komunikative. Njeriu ka nevojë të komunikojë dhe të ndihet që jeton, që është gjallë. E që të ndihesh që je gjallë, unë nuk mund t'i kërkoj tjetrit, më duaj, më lavdëro, më përqafo, po e them, është paktën më ure. Mos më duaj më ure. Më ure, por a unë ta di që jam gjallë.
Kjo është shumë njerëzore, sepse kushdo e kupton që unë nuk kam dëshirë të murejnë, por kam dëshirë që unë të ndihem që edhe unë jetoj, që edhe unë jam. Të gjithë kemi nevojë që të evidentojmë diku në një vend, në një situatë, apo në një fushartje, apo në që çfarë është libri? Është një nevojë që lind ke unë për t'ia thënë dikujt. Për ta ndarë me dikë. Këtë bukuri që unë më vjen e bukur në shpirt, një detaj, një imazh, unë e sill ke tjetri. Edhe mezi pres lexuesin ose dëgjuesin e parë. Domethënë ajo rutina ime është që unë sa po e bëj një poezi që e ndjej që është e bukur. E hep në rrjetet sociale? Po la jo është fundit. Do gjej patjetër një mik, nëse ju do jeni mikja ime, sepse unë i ruaj miq, sepse nuk jam shumë i pasur, mos ke miq. Kështu duhet pasore me miq. Do të dërgoj një poezi që unë e ndjej bëra mirë, them, Eriona, shikoje, kam bërë mirë, të pëlqen? Pra dua ta ndaj me Erionën, duhet ta ndaj me Etlevën, duhet ta ndaj me Zimon që kam mik, duhet ta ndaj me X-in apo Y-in që kam miq, që e di që do më thonë të vërtetën e poezisë. Pra atë që kam nxjerr duhet t'ia them dikujt. Kjo është marrëdhënia e parë, kënaqësia e parë dhe gëzimi që ndjej unë kur krijoj. Se akti i krijimit është kënaqësia më e madhe që njeriu ka në këtë jetë. S'ka as eros, as shampanjë, as të ngrënë, as ushqim, as gjë përpara kënaqësisë që t'jep krijimi. Pak më parë përmendëm një cikël poezi ku është natyrisht tek gjithë secili nga ne jeton edhe do të vazhdojnë ndoshta deri në momentet e fundit të jetës, që është malli për nënën, që është një mall që lind me ne dhe ne e marrim me vete atë. Si mund të transformohet malli për këtë qenie të jashtëzakonshme që na ka sjellë në jetë tek një poet si Rizai? Si vjen ajo, në çfarë forma dhe trajta? Unë për nënën kam shkruar domun të jetën. Edhe vazhdoj të shkruaj, edhe sa një miku im tha, e ke mbyll ciklin për nënën, tha, ke shkruar Rizai, tha, po thuaj, tha, unë kam nxjerr tërë poezi që më shkruaj për nënën dhe më bën rreth një libër me poezi vetëm për nënën. Domethënë nga 9 libra që kam unë, do të thënë një libër nga ato po ti mbledhësh, gjitha del vetëm për poezi për nënën. Edhe nuk them që nuk të shkruaj më për nënën, sepse nuk e kushtozoj unë, po më kushtozon ajo. E para punës, unë e kam, duke qenë një qenie ndjeshme, mbase pak më shumë se të tjerët, unë e kam dashur shumë nënën. Qelloj që i ka larg. Unë ajo bënte byrekët edhe më thoshin që i lante me lot. Bënte byrek edhe këto, kur mi thoshin, nuk mund të mos ktheheshin në poezi. Unë kam poezi që kur ajo ishte e re, kur kam ikur unë sefte, dhe deri ditën kur iku, një nga poezit më të bukura, unë e kam shkruar për nënën, kam shkruar një muaj para, ka vdekur në fund të janarit, unë e kam shkruar në dhjetor. Është një poezi që kam marrë si spunto një poezi të Seninit Letër Nënës, që dihet është e përbotshme. Por unë kam thënë që nëna ime s'di të shkruaj letra dhe unë them që thoshte nëna për mua në mënyrën e vet. Dhe është një nga poezitë e mia më të bukura dhe është në librin e fundit, që e keni ju në duar. Po. Ndërkohë ma ka recituar dikush dhe në YouTube, që është Teuta Shaqiraj, dhe ka bërë një interpretim shumë të bukur, dhe është një nga poezitë më të ndjekura të mijat në rrjetet sociale. Po ndërkohë, ai që të bën përshtypje është që ti dialogon me nënën. Ti nuk je i vetëm, nuk shpreh vetëm mallin, po e bën atë pjesë të poezisë, e kthen atë në një personazh që edhe lexuesi ta njoh, ta di kush është. Nuk e besoj që ka vdekur. Nëna dhe bilbilat. Bilbilat, si çdo mëngjes, harbojnë vendin.
I dëgjoj dhe them, na të shmendën. I dëgjoj edhe nëna. Birë më thot, hapu portën. Nën, i them, ç'port? Ata fluturojnë. Ajo më she e më lanë me borë. Shumë e bukur. Në fakt janë disa poezi në vëllimin Rebelimi i Angjëjve. Është një vëllim ku mund të gjesh, gjithsecili mund gjej në këtë poezi nënën e vet sipas vështrimit, sipas mallit, zemrës, ndjenjës së tij. Nën, rin tek porta, të dy, me dorën tënde në timen. Heshtim, flasim, si të duash. Mbaj vesh, po bien këmborët e muzgut. Tash veç për shpirtet dhe shpirtin ja dorëzojmë tjetër kujt. Unë e kam zgjedhur ta besoj ty, vetëm ty, po ti sje. Ke shkuar në lirishtat e mbrëmjes, të korësh tërfilin e purpur të mallit, të ndezësh qirin të amshimit. Ka poezi të tjera, mund të vazhdojmë pafund për të folur, po emocionalisht me po. Përmendëm pak më parë poet shqiptar. Disa i ke njohur nga afër, disa i ke njohur nëpërmjet vargjeve të tyre, nëpërmjet shkrimeve të tyre. A ka dhe poet, përmendëm pak më parë Senini, po a ka poet të tjerë të cilët kanë frymëzuar për ta sjellë lirikën tënde, jo vetëm lirikën e dashurisë? Shiko, në leximet njeriu ose edhe në kontaktet që ka me letërsinë, nuk është, si thua, nuk është në dorën e tij. Sepse letërsia kështu është, të vjen një libër, të vjen një libër, por përkimet me atë që ti ke së brendshmi, me botën e atij që ka sjell libri, padyshim që krijon kontakte të fsheta dhe kështu ndodh për shembull me Las Gushin që e dua, për shembull, me dua shumë, me Mjedën që e dua shumë. Me Fatos Arapi që dua shumë, Frederik Reshpin që e dua shumë dhe unë do ndalemi pak më veçantë në këta dy. Po. Por edhe me poetët e huaj, për shembull, kur kam lexuar poetët rus, me ato përkthimet që kemi nga Dritoroi, po edhe nga përkthyes të tjerë, unë kam edhe një libër të vjetër me përkthimet të Pushkinit, po nga disa autorë, vepra të rëndësishme, që kanë gjitur kanë gjitur Pushkini, kanë gjitur Lermontovi, kanë gjitur Senini, por edhe poezia moderne. Për shembull, unë sa e kam lexuar poezinë e parë të Nerudës, unë jam rregulluar. Edhe Neruda është nga ata që unë e mbaj ke kokë e krevatit. Kam lexuar Ricësin, jam mrekulluar, por pastaj gjeta dhe përkthime të tjera nga përkthyes të tjerë. Romeo Çallaku kishte të fundit Lambro Ruci, një para Romeos, dhe edhe Jani Ricës është nga ata që unë e mbaj ke kokë e krevatit. Tamam që unë e lexoj shpesh, e lexoj herë pas here. Një poet që është aktual, që është palestinez, që quhet Mahmud Darwish, unë mrekullohem me te, me freskinë e vargut, me freskinë e detajeve, si thua, me originalitetin që ka vetjak, që është poezia e tij, e thua sa ta shikosh është e Mahmudit. Poet pafund që kanë italian, francez, që unë i kam lexuar. Tash i lexoj edhe vetë nga anglishtja, kam gjetur mjaft poet të mirë, që shkruajnë dhe sot, po vërej që aty ku dhimbja është më e madhe, në vendet që dhimbja është më e madhe, poetët janë edhe më të mirë. Ndërkohë, duhet ndalem në një moment që e përmendëm gjatë bisedës. Ju jeni marrë me një studim kryesisht të veçantë edhe keni bërë një zgjedhje të mençur me dy autorë që ndoshta nuk kanë qenë dhe
kaq shumë në qendër të vëmendjes. Nuk mund të them që letërsia shqiptare i ka haruar, por ndoshta vëmendja duhet ishte më tepër tek Frederik Kreshpja dhe Zef Zorba. Unë mund të them që ne i njohim pak poezinë e tyre. Ju keni bërë zgjedhje të mençur duke e kthyer në një objekt studimi në fakt, me titull Refuzimi estetik në poezinë shqipe, poezia e Frederik Kreshpjes dhe Zef Zorbës. Janë poet të rrallë, vargjet e tyre i kanë kapërcyer kufit kohor, edhe me të drejtë mund themi që janë penat e artë të letësisë shqiptare të shekullit të 20. Pse këtë zgjedhje? Si u lëmtove? Kemi 2 poet shkodran. Mund ta kishe më të lehtë të vije këtej nga zona jon? Patjetër. Madje bajmend një poet nga Korça, poeti ynë Koçi Betriti, po ti thash Shkodran gjithë, zgjedhe një këtej nga ne, tha. I thashun, dëgjoj, thashun profesor, thashun, e pare e duar, eshme thashun më pëlqen, po e lexoj, thash. E dyta thashun, duket sikur bëhemi lokalist, thashun, dhe mblidhemi në një anë. Poezia nuk një lokalizëm, poezia nuk një kombe, shkon përtej kombeve, pra krijohet një republikë e madhe poetëve të cilët flasin me gjuhën e shpirtit. Dhe unë i dua një lloj si Lazgushin, si Mjedën që kemi në Shkodër. Tani, unë e kisha njohur Frederikun ishte një kafe Lux atje ke opera në Tiranë, dhe unë në atë kohë pija kafe me shumë miq atje. Dhe Frederiku rinte me disa me miqtë e mi. Unë kur isha vetë, ria nuk afrohesha, se druesha, jam natyre drojtur vetë, nuk afrohem. Ti sa po e the që unë s'kam bërë promovime e tjera, s'më njohin në Korçë mirë, të më njohin në Tiranë. Dhe ria më janë. Dhe shikoja me Frederikun. Frederiku vinte i veshur në mënyrë pak skandaloze, por kur hyjem bisedë me Frederikun, e haronja veshjen e Frederikut dhe shikoja një njerëz të perëndishëm për nga bukuria e atyre që thoshte, ose mënyrën se si fliste. Dhe unë nga rrëfimet e miqve të mi, kisha një aureol për Frederikun. Vetë nuk kontaktova asnjëherë me Frederikun. Dhe për fat, kam një shokun tim që quhet Azem, që është edhe ai poet i mirë, më dha librin e Frederikut, se e dija kështë lexuar diçka, po pak. Kur mora librin, unë u befasova në mënyrë të mrekullueshme. Ishte koha pastaj që unë vazhdova, që po vazhdoja shkollën e kam bërë shumë vonë. Njeriu gjithë jetën studion, kemi modelin e jashtëzakonshëm të Fanolit, kështu që këtë... Po, unë 2001 nuk ishte shkollë lartë kur e kam botuar librin. Pas botimit parë kam shkuar në shkollë lartë, mbarova shkollën, masterin dhe pastaj doktoraturën. Kështu që u futa, kisha për të bërë temën e diplomës, mora... Ishte një mënyrë shumë e mirë pastaj edhe mora Frederikun. Edhe tipologjia e poezisë së Frederik Kreshpjes, ma këshilloj profesore Peshtit Aslani, e bëra atë dhe doli mjaft e mirë. Kur erdhi për doktoraturën, unë nuk ju ndava, po profesori më këshilloj, shto e tha dhe me një autor tjetër që të bëhet me i plot. I letërsi krahasuese tani? Jo, krahasuese, po rimora secilin në këtë frym, përveç tipologjisë që kapa ke tema e diplomës, këtu e mora si refuzim estetik. Pra, cili ishte Frederik Kreshpja përballë realizmit socialist dhe institucioneve kontrolluese të shtetit shqiptar të asaj kohe, të diktaturës. Që në fakt nuk janë gjë tjetër veç se pasqyrimi i jetës së trazuar të 2 poetëve. Po, të 2 poetëve. Dhe ai ka në thelb vetmin, unë kam bërë paradigmën e vetmisë gati, jam marrë me tekstin, me analizën e vargjeve të Frederikut, nuk jam marrë shumë me sa i mirë është Frederiku, kjo është del vetë nga teksti. Mora dhe buzëqeshje ngrirë në gas pasaj që kishte botuar Zorba në kohë, e lexova atë dhe më pëlqeu.
kohën kur ishe për doktoraturën, dhe i mora të dy autorët. Dhe me të dy, në mënyrën e vetë, unë jam mrekulluar. Reshpja është edhe shumë afër meje si lirik, ka një lirizëm të thellë e tjera, por edhe Zorba ka një modernitet që nuk e gjen kollaj ke poezia shqipe e pas luftës. Dhe ndërkohë është një letërsi, një poezi sirtari. Është një poezi që kishë mbetur në sirtare dhe është botuar në vitin 93, mos gaboj për vitin. Dhe kush është Zorba? Kur lexoj jetën e Zorbës, kishte drejtor teatri. Pas drejtor teatri në Shkodër, bëri burg bashkë me bashkëshorte. Po, ka një jetë të rrezuar të dy. Pastaj shkruante, përkthente dhe i mbante në sirtar. Pra merrte vetëm atë kënaqësinë e krijimit, por nuk kishte kënaqësinë e komunikimit me lexuesin. Me lexuesin, vërtet. Dhe është një shkrimtar që është penalizuar rreptësisht nga ky mos komunikim i gjallë. Sepse do kishte marrë shumë vlerë poezia e tij. Kuptoj. Ndërkohë keni ndoshta kjo punë që ju keni bërë, besoj ju ka shërbyer shumë edhe për ta, e thash dhe në fillim, për ta lëmuar fjalën në vargun tuaj, që për disa vite ju keni pasur mundësi të punoni edhe si redaktor dhe korrektor në disa shtëpi botuese. Cilat ishin problematikat më të mëdha që hasnit ju me fjalën? Kur shkoja në fillim, po të shikosh në parathënien që ka bërë Koçi Petriti libri tim të parë, një qaj shqip, thotë që i mungon akoma lëmimi në vargut të Rizajt. Domethënë, dhe unë e ndjeja këtë, domethënë, sepse shkoja deri ke edhe gjeja një fjalë që ishte konsonancë, ishte sonancë, ose që e linja ritmin e brendshëm në një poezi dhe nuk arrijeta për cilin ja do deri në fund. Pra të shkruash poezi me varg të rregullt, duhet të jesh shumë skrupuloz me fjalën, po edhe me veten, po edhe me punën që do të bësh, që duhet të angazhohesh shumë, që duhet të fokusohesh shumë, që duhet të mbartësh një poezi, mos ta mbarosh për kujtëm e bërë se e bëra për 2 orë. Ajo mund të rri edhe 6 muaj dhe nuk mbaron. Se ke gjetur ti atë fjalën e fundit që duhet. Sepse në fund nganjëherë duhet ajo vargu i fundit, duhet ai vargu që duhet të varet gjithë tabloja e poezisë. Edhe që ta gjesh atë është nganjëherë është shumë e vështirë. Nganjëherë të vjen më një herë, nganjëherë vjen shumë. Njëherë vonohet. Kam një poezi unë që them do të vdisja 2 herë. Nuk se kam menduar ndonjëherë se vdisja 2 herë unë. Por erdhi ke vargu dhe erdhi kur e desha unë. Dhe të tilla vargje nuk i gjen dot për ditë, nuk i gjen dot sa që ti të shkruash. Unë do të ndalem, natyrisht janë vlerësimet shumëta, po do të ndalem tek disa në mënyrë specifike. E përmendi pak më parë Rizaj, lirikun Koçi Petritit, i cilin vazhdojmë ta kujtojmë me shumë respekt për gjithçka që ka lënë dhe pasurinë e tij që ka lënë në vargje. Në parathënien e librit Qaj Shqip, ndër të tjera ai thot në vargun e Rizajt nuk mungon ndjeshmëria dhe përjetimi emocional. Ndër të tjera thot që mund të kisha thënë dhe diçka për vëllimin Qaj Shqip, Kalimthi, por është një poet i cili duket e ka bërë për vete dhe duhet ishte shumë i kujdesshëm në komentet e tij. Dhe kjo më pëlqeu shumë. Ndërkohë që Petriti Ruka ndalet tek vëllimi poetik rima, dashurie dhe lirika mëkati, dhe është një poet i cili ka shkruar pafund, ka shkruar vlerësime, po unë do të ndalem vetëm tek disa. Libri i Rizajt mbetet një model i shkëlqyer, prove dhe mësimi për të gjithë ata poet, rishtar e studiues të poezisë shqipe të formave të saj të lëvrimit. Një libër poetik që fal talentit krijues, jo vetëm në përmbajtje, por edhe në formë, përbën një risi në poezinë shqipe, sado që dikujt kjo mund t'i duket një tingëllim,
pretencioze. Beson në ditët e sotme që kemi dhe lirik. Kemi. Ka shumë poezi shumë të mirë sot. Ka poet shumë të mirë sot. Unë nuk isha asur, edhe ndroj jetë vitin që shkoj, Gjevdet Bajraj, Kosovari, shqiptari i Kosovës, jetonte në Amerikë e Jugut, në Meksikë, më duket, mos gaboj. E një poet i shkëlqyer. Një poet e mirë prapë është, ka qenë një vit këtu, më duket mua, Vlora Ademi. Është poet e mirë. Vlora Ademi, e kam pasur mundësi ta kem edhe në një intervistë. Është poet e shumë e mirë. Në poezinë me varg të rregullt, Sokrata Bilej, më pëlqen shumë. Zima Krutaj, që është me një libër, që është pak një orë, skrupulos, për këtë është i shkëlqyer. Poet shumë e mirë. Poet shumë i mirë. Shumë e mirë. E ti nuk e njeh po shumë. Jo. Lexosh disa poezi që janë të mrekullueshme. Duhet i njohim. Pra, unë me Qazimuskajn, Pirololin që unë i kam miqë dhe Rim, po të them poet të tjerë që ka në Shkodër, mund të kemë vetëm një vëllim poetik, po gjithsesi? Që ka Dimitër Pojanakoj në Pogradec, poet shumë e mirë. Se nuk më vinë tani poet të tjerë emra, po që unë i dua dhe jam poet mirë dhe i lexoj sa më bie poezia e tyre në dorë. Pavarësisht ju them a nuk ju them, komentoj as që komentoj. Por ka poezi të mirë, sa të shkruhet poezi shumë e mirë. Por ki parasysh Fatosi, Kadareja, Argolli e kanë zënë vendin e tyre, pjedestalin e tyre dhe natyrisht që këta ne që vim pas duhet themi në një laf, një fjalë më bukur që të dalësh ti afrohesh, se ndryshe përsa i thot ai të behije. E kuptoj. Vangjur Saro për librin poetik Prekja e dritës, ndër të tjera thot që poezia e Rizait të kujton disi atmosferën e shkollës romantike. Dhe aty brenda i përmend dhe romantizmin, dhe realizmin, dhe impresionizmin. Duket që të gjitha nga pak kanë ndikuar në krijimtarinë tënde, sepse e do dhe i lexon këta poet të periudhave të ndryshme të letërsisë botërore. Po patjetër, nuk mund të shmangesh e le do të pa lexuar Pushkinin? Lermontovin e le do të pa lexuar? Po simbolistët, po Kujna Apolinierin, po... Sa vënd zenë ekzistencialistët tek një poet si Rizai? Me një përqindje jo të vogël. Jo të vogël. Unë kam një poezi ke ky libër, për shembull, që them që është jo ekzistencialist, po është edhe shumë metafizik. Unë kam poezi të tilla që hyn ke metafizika, që është saj vjetër, që ke periudha e John Donit edhe të rilindjes para shakespeariane, po dhe deri në ditët e sotme. Dhe të ysh ke karakterit metafizik i poezisë, ose ta kesh atë si element përbërës në poezinë tënde, është kriteri kryesor për të qenë poeti. Dhe unë në një pjesë të mirë të tyre e kam atë poezi. Zimo Krutaj, që është një tjetër shkrimtar për vëllimin Prekja e dritës, ndër të tjera shkruan: Poeti Riza Braholli është i vetëdijshëm për fuqinë e komunikimit të fjalës së zgjedhur poetike, ndaj përkorja dhe lëmimi është një tjetër karakteristikë e poezisë së tij. Ndërsa ajo që me cilën unë fillova edhe bisedën, Vahid Hyzoti, ndër shumë gjëra të bukura që thot, ju ka njohur rastësisht nga poeti tjetër Petri Turuka, po mua më pëlqen edhe përpara se sa të mbys, sepse dua të flasim pak edhe për prozën, sërish dua ta përsërit që është shumë e bukur e jashtëzakonshme kur dikush të gjen edhe pa lexuar emrin tënd. Do thotë që një poet si Rizai tashmë e ka fituar individualitetin e vet dhe është lehtësisht i dallueshëm vargu i tij.
madje ju keni zgjedhur që përveç se t'i ofroni lexuesit librin fizikisht, ta ndani atë edhe në rrjetet sociale, duke u afruar tani më tepër me lexuesin. Pra, shpeshherë gjen poetë të cilët duan të qëndrojnë strikt. Ju keni bërë edhe këtë zgjedhje e mençur që t'ju lexojnë e dëgjojnë të gjitha gruposhat. Shumë që i kam bërë kështu, unë me Vajdin s'jam takuar asnjëherë fizikisht. Tani kemi komunikim, kemi goxha komunikim, edhe ndonjëherë dhe flasim, sepse ai është një poet i shkëlqyer. Është një njeri i shkëlqyer, ka një humor në fjalën e tij poetike, që nuk që është i rrallë në poezinë shqipe, është e Hyzotit. Edhe Hyzoti ka edhe mbiemër të bukur, Shejtani. Hyll i Zotit, domethënë. Reshida Çoba ishte një poeti që në fakt për herë të parë nuk e kisha hasur dhe nuk e dija që ajo ishte edhe nga Korça. Shkorçare dhe poete shpërndar. Po, dhe e fillon vlerësimin e saj me një pyetje shumë bukur. Riza, e di pse adhuroj poezinë tuaj? Adhuroj mënyrën si dashuroni, si vuani, si pendoheni, si refuzoni të besoni në korrigjimet e së shkuarës. Ja kështu, kur takon poet, fillon të njohësh edhe poet të tjerë pastaj. Reshida ka marrë çmim të parë në Japoni për hajk. Dhe është një ambasadore e artit shqiptar dhe tani lexova që ka botuar një antologji të përkthyer në anglisht dhe në japonisht. Në dy gjuhësh me poet shqiptar që kanë bërë hajk. Pra një antologji hajku në profesorin. Është kontributi i Reshidës. Është një poete lirike shumë e mirë. Unë kam bërë një studim të dy poezive të saj, dy poezi shumë të bukura. I kam bërë analizë teksti siç jam marrë vetëm me tekstin e poezive, dhe është poete shumë e mirë. Vlerësime keni pasur edhe nga poetë të tjerë, unë do ta përmend sepse dhe ai na mungon. Poeti Vladimir Toroveci është një poet dhe eseist, po edhe ai duket që e ka lexuar dhe ka admiruar poezinë e Rizait, duke u ndalur tek vendlindja e tij, e lidh fort në fakt poetin me mborjen. Duhet ndalem pak Rizaj edhe tek proza, sepse ju jeni përballur me lexuesin edhe tek proza. Unë kam mundësi të kem në dorë, nuk kam mundur të lexoj, po besoj shumë shpejt romani midis dy burrave, po ky nuk është i vetmi roman me cilin ju jeni. Po. Unë kam një libër me tregime, Nata e Bardhë e Anës. Nata e Bardhë e Anës. Nata e Bardhë e Anës është libër me tregime. Kam Djali Pullumbave, që është një letërsi për të rinjt e fëmijë, për adoleshent. Marina, që ka një edhe një libër tjetër për fëmijë, prapë që është me poezi për abetaret. Por është Marina, Djali Pullumbave në pros, libri me tregime, dhe fundisht midis dy burrave. Përveç atij që po shkruaj që... Sa sfiduese është për ju proza? Shumë. Shumë. Unë tregime kam bërë pak, 10 tregime. Romanin Djali Pullumbave bëra në vitet 2010 diku, kur isha pa punë, dhe kam shkruar për një vit. Ishte prova e parë, dhe e hodha, dhe pastaj librin kur e botova, miku im tha, unë do t'ja çoj, tha, shkrimtarit, shumë të nderuar dhe shumë të mirë letërsisë për fëmijë. Dhe ai tha që të vazhdoj, tha se ka gjuhë. Dhe kjo ishte e rëndësishme për mua, që unë të merrja. A është e vështirë? Shumë e vështirë. Sepse ai romani i dytë, Marina, ishte pak porosi jeta reale, një vajzë, dhe unë u futa në ka elemente autobiografik? Ka patjetër elemente autobiografik, dhe unë e kam mistifikuar pastaj duke ndërtuar dhe një realitet pak mistik. Ndërsa edhe ky roman ka romani i fundit, që ka një jetë të dikujt, që ma fali,
edhe unë bëra roman. Bëra roman dhe... Pra njerëzit duket që të kanë besuar histori që ti mund të kthejë histori. Kam vazhduar 5 vjet me shkrimin e këtij romani. Dhe është bukur kur dëgjon se si njerëzit të besojnë një pjesë të jetës së tyre. Po, është sa e mrekullueshme, aq e lodhshme dhe aq e vështirë. Dhe përgjegjësi. Dhe përgjegjësi në të njëjtën kohë. Të ngushton, të kufizon, të ve kuadrate, ndonjëherë të devijon të menduarit tënd për probleme. Ke një lloj imponimi. Kështu që për këtë shkrova një herë, me peripecitë nuk do t'i them, por e rishkrova prapë duke shtuar linja që të mos ishte më jeta e personazhit. Po të ishte një rrëfim. Sepse duhet të jesh dhe shumë i kujdesshëm për të ruajtur. Kam punuar përse për lëmuar fjalën dhe them se edhe prapë përsëri ke ekuilibrin mesnar poezia, sepse gjuha është ndërtuar mjaft poetikisht. Ju do ta lexoni, do ta keni parasysh këtë fakt ose këtë që ndodh me librin, me romanin. Ka shumë lirizëm brenda romanit. Se mos si shmangem dot. Unë të uroj shumë suksese dhe jam e bindur që ke shumë poezi e prozë në duar, se nuk besoj që një poet si ju, një shkrimtar si ju të ri pa shkruar, kjo është jeton me ty, kështu më the gjatë intervistës. Të uroj shumë suksese, të falenderoj që ndave ato që ti mendon se duhet të ndaje sot me publikun, dhe jam e bindur që një pjesë e gjithë atyre që nuk ju njohën do të vrapojnë ta marrin poezinë tuaj, jo sepse u bëre pjesë e kësaj bisede, po sepse është vërtet një lirik për t'u admiruar. Të uroj shumë suksese, të mirëpres sa herë. Ju falenderoj. Tani nuk do të jetë më një poet që kërkon të ri në heshtje dhe të fshihet në vendlindjen e tij në Mborje, se ne do të insistojmë gjithmonë që këto vëllimet vinë edhe të promovohen edhe në qytetin tonë. Ne kemi të rinj që e duan poezinë, kështu që të mirëpresim. Ju falenderoj nga zemra dhe respekti veçantë, sepse je një farë mënyrë kolege me mua, se dhe unë kam qenë deri muajin tjetër mësues, Gjulja Dërsie. Kështu që edhe këtu kemi një kontribut tjetër tuaj si mësimdhënës, që edhe kjo është një sfidë. Është një sfidë tjetër. Është një profesion i mrekullueshëm, kështu që i ftoj të ritë, të afrohen ke mësuesia, së mos ke Gjulja Dërsia, që është një mrekullim me vete. Duhet të punojmë më fort që t'i bëjmë të rinë që ta duan letërsinë. Ta duan letërsinë, do duan librin, se bën më të bukur e më të mençur. Se duan të bëhen të bukur, vajza e djem, se duan të bëhen të bukur, duhet të lexojnë libra, sidomos poezi. Këto ta bëjmë bashkë, Riza, sepse nuk është dhe kaq e thjeshtë në brezat e sotëm, po duhet të punojmë bashkë, ju me vargun tuaj, edhe natyrisht edhe ne me të përditshme tonë punën e tyre. Të ftoj që orë për orë, sa herë të fillosh mësim me nxënësit, t'ju lexosh së pari një poezi. Unë kështu e bëja me të mitë. Hyja në orën e mësimit, lexoja poezi, pastaj vazhdonim temën e mësimit dhe kryesisht merreshim me tekstin, jo me ato që tekstet e shkollës na sjellin neve të gatshme etj. Pra, nxënësit duhet mendojnë me mendjen e tyre, me shpirtin e tyre. Po arritëm këta kemi bërë shumë. Riza, kur do t'i bashkoheni sofrës së poezisë në Korçë? Pra, ju besoj nuk do të prisni që të kemi një event për poezinë. Unë kam qenë disa evente në Korçë. Kam i disa herë, kam marrë dhe çmime në Korçë. Kam marrë për poezinë erotike, më të mirë, kam marrë çmimin Lazgushit, kam marrë për romanin Djali i Pullumbave prapë çmimin e së Tirandoni. Por kësaj radhe unë dua të organizoj dhe kam në plan bashkë me bibliotekën e qytetit, do organizoj një mbrëmje poetike ku të mos flitet për Rizanën, po poezia e Rizajt të flasë për Korçën, për Mborjen, të flasë për shpirtin e njeriut, kudo që t'jetë, nga do që t'jetë. Ftesa është e hapur për gjithë ata që duan poezinë tënde? Për të gjithë ata që duan poezinë time. Apo duhet ketë sa kritere? Ne do kemi, jo, kushdo që dëshiron
që ka qef të dëgjoj një poezi të bukur, edhe ritmike apo edhe muzikale apo edhe të recituar, të urdhroj, është ftuar të vi në Bibliotekën e Qytetit, datën do ta caktojmë bashkë me... Po besoj do bëhet publike në rrjetet sociale. Do bëhet publike në rrjetet sociale dhe do t'ju bjem dhe ju në qafë që ta njoftoni atë datë. Patjetër, kështu që ne me zi e presim një mbrëmje poetike me poezit e Riza Brahollit. Të uroj suksese, faleminderit që ndave me ne kohën tënde të vyer. Të falenderoj pa mas. Mirë, ne ishim në një intervistë të veçantë ku kemi pasur dhe një ngarkesë të madhe emocionale dhe për shkak të vargut shumë të bukur dhe të veçantë të këtij liriku si Riza Braholli. Ju falenderoj që qëndruat edhe sonte me ne. Ju ftoj të vazhdoni të qëndroni se do të kemi të tjerë të ftuar special në këtë rubrikë që tashmë nuk është vetëm e jona, ekrani ton, po e gjithëve. Natën e mirë për sonte.